Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Mirë se erdhët në edicionin qendror informativ drejt për së drejti në Channel One, ku do t'ju njohim me zhvillimet deri në këto momente nga vendi, rajoni dhe bota. Kryeministri Berisha i është përgjigjur negativisht ftesës së kreut të Partisë Socialiste Edi Rama drejtuar një ditë më parë. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Berisha tha se nuk mund të mbledhet në tryeza për vendime gjykatash. Kryeministri i vendit zoti Sali Berisha i është përgjigjur negativisht të ftesës së kryesocialistit Edi Rama për të ulur në një tryezë së bashku me partitë të tjera parlamentare për të diskutuar për çështjen e Fierit dhe ligjet që kërkojnë shtumisë të cilësuar në parlament, të cilat janë vënë kush nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Shqipëria të marrë statusin e plotë të vendit kandidat. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, Berisha tha se ai do të ulet në çdo tryezë për të diskutuar me zotin Rama, por asnjëherë nuk do të ulet në një tryezë të përbashkët me Ramën për të diskutuar vendimet e gjykatave. Unë kam 2 muaj që e ftoj zotin Rama. Sill çdo amendim dhe propozim për këto ligje të ulemi, të shqyrtojmë me seriozitetin më të madh. Zoti Rama, për çdo gjë mund të ftosh për të mbledhur, por për një gjë e garantoj se e kam faktuar atij dhe kujdo tjetër se nuk mund të ulemi kurrë për vendime gjykatave. Vendimet e gjykatave janë ligje, jo në kuptimin e tekstit të votuar në parlament, por në kuptimin e forcës dhe detyrimit të zbatimit të tyre. Ditën e njëjtë është edhe seanca e fundit të parlamentare para datës 20 nëntor, kur pritet edhe përgjigjja e Bashkimit Evropian nëse Shqipëria do ta marrë ose jo statusin e plotë të vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Menjëherë ka ardhur edhe reagimi i kreut socialist Edi Rama, që e konsideron si një mungesë vullneti për të zgjidhur ngërçin nga ana e Berishës. Pas refuzimit të ftesës për tryezë nga ana e kryeministrit Berisha, ka reaguar menjëherë kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Në një konferencë për shtyp, Rama tha se Partia Demokratike nuk ka vullnet për të zgjidhur ngërçin e krijuar. Asnjë vullnet për të kapërcyer hendekun që kanë hapur forcërisht në Fier mes shtetit të drejtës dhe pushtetit të dhunës mbi kushtetutën dhe ligjin. Refuzimi për të ulur në tryezë dhe për të zgjidhur një problem të krijuar nga politika në kundërvënit hapur me vendimet e gjykatave është shprehje faktit se qeveria kërkon një justifikim për vete dhe jo një zgjidhje për vendin. Rama sqaroi me detaje konfliktin e krijuar për qarkun e Fierit. Partia Socialiste kërkon respektimin dhe zbatimin të vendimeve të gjykatave, qoftë të vendimeve që sot disponohen një nga një nominalisht nga çdo këshilltar i larguar me dhunë pasi paraprakisht është zgjedhur këshilltar apo këshilltare në qark. Partia Socialiste kërkon lejimin e të gjithë këtyre këshilltarëve që të drejtën e mohuar në atë reprezalje 2 mujore nga pushteti dhe të fituar në rrugë gjyqësore ta ushtrojnë duke ushtruar mandatin për cilin janë zgjedhur. Kryesocialisti Rama ka ripërsëritur sërish qëndrimin e Partisë Socialiste për të mos miratuar të njëjtën 3 ligjet e kërkuara nga Brukseli pa u zgjidhur më parë çështja Fierit. Por ndërkombëtarët vijojnë apelin e vazhdueshëm drejtuar klasës politike vendase për të miratuar 3 ligje të kërkuara nga Komisioni Evropian, për të cilat koha nuk pret më. Ambasadorët Sekui dhe Arvizu apeluan për arritjen e një konsensusi. Një ditë nga shansi i fundit për të votuar në parlament 3 aktet e vëna kusht nga Komisioni Evropian, ndërkombëtarët bëjnë përpjekjen e fundit për të bindur klasën politike shqiptare të arrijë konsensus. Fillimisht ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Tore Sekui, e vetëm pak minuta më vonë edhe kryediplomati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksandr Arvizu i kujtuan palëve se afati po skadon dhe është koha për dialog e marrëveshje, që do të thotë votim në seancën së njëjtës të ligjit për gjykatën e lartë, statusin e nënpunësit civil
dhe reformën parlamentare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se Shqipëria është vërtet në udhëkryq kritik. Sekretarja ka bërë të qartë se zgjedhjet e 2013-s do të jenë një test kritik për demokracinë dhe ajo e të gjithë personat e qeverisë amerikane nxisin Shqipërinë që të vazhdojë përpara me agjendën e reformave. Agjenda përfshin shumë element, por janë dy shumë të rëndësishëm. E para janë çështje të rëndësishme ligjore dhe ju i përmendet, por elementi i dytë që është më i rëndësishëm është në fakt krijimi një rekordi i luftës kundër korrupsionit dhe i nxitjes së një qeverisjeje më të mirë. Duke mos pranuar të komentojë direkt ftesën e kryetarit të Partisë Socialiste për një tryezë me partitë parlamentare për çështjen e Fierit, ambasadori Arvizu tha se një nga mangësitë e politikanëve shqiptarë është mungesa e komunikimit. Komunikimi, tha ai, do të rezultonte me përmbushjen e një prej sfidave të Shqipërisë, zgjedhje demokratike. Komunikimi duhet të përmirësohet. Çelësi për zgjedhje të mira do të ishte përmirësimi i dialogut mes të dyve, jo nëpër media, jo para grupeve parlamentare, por përmes diskutimeve të qeta, ku secili të shpreh pikpamjen e tij. Dita e njëjtë është shansi i fundit për partitë politike për të votuar në parlament 3 ligje të vëna kusht nga Komisioni Evropian për marrjen e statusit të vendit kandidat nga Shqipëria. Ndihmos sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon i ka bërë thirrje klasës politike shqiptare të gjejë rrugën e bashkëpunimit për të miratuar reformat e mbetura. Gordon ka theksuar mesazhin e zonjës Clinton në Tiranë se Shqipëria ka nevojë për zgjedhje të lira në 2013. Pas sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, tani është ndihmë sekretari amerikan i shtetit për Europën dhe Euroazin Philip Gordon, që i bën thirrje klasës politike të bashkëpunojë pavarësisht nga përkatësia partijake dhe të marrin hapa të shpejt për të miratuar reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Gjatë një konference për shtyp në organizatën e Atlantikut Verior, Gordon, duke u referuar vizitës së sekretares Clinton në Shqipëri, tha se ajo erdhi në një moment të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë në 100 vjetorin e pavarësisë. Për shumë vjet Shqipëria ishte vendi më izoluar i Evropës në një diktaturë shtypse. Gjatë 2 dekadave të fundit ka punuar për të forcuar demokracinë dhe reformoi ekonominë. Zonja Clinton e bëri të qartë se Shqipëria është në një udhëkryq kritik, ndërsa e vuri theksin tek nevoja për zgjedhje të lira, të drejta dhe transparente në zgjedhjet e vitit 2013. Udhëheqësit e Shqipërisë duhet të zgjedhin rrugën e konsolidimit të arritjeve të deritanishme, duke miratuar reformat në drejtësi, në administratë dhe të rishikojë rregullat procedurale të parlamentit. Qeveria duhet gjithashtu të shtojë përpjekjet për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Sipas sekretarit amerikan të shtetit për Europën dhe Euroazin, pavarësisht vështirësive ekonomike apo sfidave globale, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin Ballkanin. Gordon gjithashtu vlerësoi faktin që Kosova dhe Serbia po mbajnë bisedime të nivelit të lartë, ndërsa theksoi se Shtetet e Bashkuara mbështesin me forcë sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Ai tha se Beogradi duhet të heqë strukturat paralele në veri, ndërsa Kosova duhet të vazhdojë të punojë për reformat. Gordon theksoi se ngadalësimi ekonomik në Europë mund të kishte qenë një shans për udhëheqësit e Ballkanit që të përqendroheshin tek sfidat e brendshme, ndërsa është shprehur i shqetësuar për retorikën nacionaliste dhe rilindjen e shovinizmit si mënyrë për të tërhequr mbështetës. Ndërkaq, Lëvizja Socialiste për Reintegrim mbështet qëndrimin e mazhorancës demokratike për çështjen e Fierit, duke kundërshtuar tryezën e kërkuar nga Rama për të diskutuar mbi çështjen e Këshillit Bashkiak të Fierit, me pretendimin se ka një vendim gjykate që nuk mund të jetë objekt e diskutimi politik. Çështja e Fierit është një çështje krye kaput, vendore, lokale. Ajo ka të bëjë me organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Qarkut të Fierit, dhe jo me Këshillin e Qarkut të Shqipërisë. Nuk mund ta bëjmë një çështje të tillë pjesë të politikës së përgjithshme, politikës qendrore në Shqipëri, për sa kohë që për këtë çështje ka debate në një pushtet tjetër, që është pushteti i pavarur, që është pushteti i gjykatave. Kreu i shtetit Bujar Nishani ka kërkuar angazhimin e aktorëve të sistemit të drejtësisë për konsolidimin e këtij sistemi përmes bashkëpunimit dhe harmonisë midis faktorëve në vend. Vetëm mbi bazën e funksionimit të shtetit së drejtës ekziston dhe do të ekzistojë garancia për funksionimin normal të çdo institucioni tjetër, të fushës legjislativit, ekzekutivit, por dhe të institucioneve dhe agjensive të tjera. Institucioni Presidentit të Republikës natyrisht nuk mund të aktivizohet dhe të realizojë ato objektiva që kanë tërësi apo që kërkon shoqëria jonë i vetëm,
por vetëm në harmoni në bashkëpunim me institucionet e tjera të vendit. Ish Ministri i Ekonomisë Dritan Prifti ka rrëfyer në studion e emisionit Tonight Ilvatare në radio televizionin Ora News se ka vendosur paqe me kreun e Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta. Ndërsa sa i përket të ardhmës së tij si politikan, ai shprehet i vendosur se do të jetë pjesë e Partisë Socialiste ose në krah të saj. Në momentet që flasim, unë nuk kam ndonjë prishje me Ilir Metën. Kemi një normalizim të marrëdhënieve. Çfarë do të thotë normalizimi i marrëdhënieve me Ilir Metën? Do të thotë që kemi një normalizim të marrëdhënieve. Pra komunikoni, takoheni me Ilir Metën? Po. Jeni takuar? Unë kam arritur dhe të takohem me Ilir Metën në bazë gjithë këtyre historive dhe është forcë karakteri kur dy njerëz që kanë kaluar një histori të tillë në fund të gjenë forcën për të takuar, për të normalizuar gjërat, për të bërë paqe. Çfarë ishin ato euro që publiku ka parë në atë video që ju u shfaqet në zotin Beqir? Ka të bëjë me një çështje thjesht private, me një investim që do të bëj në një ndërtim diku në zonën e Lindës. Askush sot nuk ka asnjë fakt që ka ndodhur një akt korruptiv. Kjo histori përfundoi. Por rasti im tregoi që realisht politika nuk ndërhyrë në gjykatën e lartë. Nëse do kishte ndërhyrë, është e sigurt që për mua do kishte përfundim tjetër. Zoti Rama u ka falur deklaratat dhe akuzat që keni bërë në foltorin e parlamentit? Të shkruara të haruara të shohim përpara. As unë dhe as zoti Rama nuk i kemi shpëtuar momenteve emocionale për të sulmuar njëri tjetrin. Unë jam shumë i keqardhur për ngarkesën që kam përjetuar në atë periudhë, por siç e thash, këto gjëra i përkasin të shkuarës. Ju keni qenë ndër politikanët e parë të LSI-s në fakt që paralajmëruat hyrjen në qeveri me zotin Berisha në 2009. Unë, me thënë drejtën, nëse do kisha mundësi sot ta përsërisja veprimin që bëra, nuk do ta përsërisja. Okej? Por në atë kohë ishte edhe një gjë e madhe. Pra nuk do t'i kërkoni zotin Berisha të mbronte votën? Jo. Pas gjithë sa historie, gjithë këtyre njohjeve dhe eksperiencave që krijova, unë nuk do ta bëja më kurrë veprimin që bëra. Ku do të jeni ju zoti Prifti në zgjedhjet parlamentare të 2013-s? Në dëshirën time është që të bashkohem me grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe të kontribuoj për Partinë Socialiste tani dhe në zgjedhjet e ardhshme. Nuk duhet mbajmë kokën mbrapa, por duhet shohim përpara. Duhet të mundim Sali Berishën në zgjedhjet e ardhshme të bashkohemi me të gjithë, pavarësisht fajave dhe problemeve që kemi pasur në shkollën. Pra ju do të jeni në llogoren që do të jetë kundër Sali Berishës në pushtet në 2013. Brenda Partisë Socialiste apo në krah Partisë Socialiste nuk kam asnjë lëkundje në pozicionin tim politik. Jam në opozitë dhe në 2013 do të jem kundër Sali Berishës. Zgjidhja që unë mendoj është rotacioni politik. Ka dështuar majoranca PD-LSI. Vendi është zhytur më keq në korrupsion. Në analizën tuaj, çfarë po ndodh në këtë krizë, në këtë divorc që pritet të ndodh midis kompanisë çeke dhe qeverisë shqiptare? Fakt është një histori dështimi e plot. Sekseri i këtij privatizimi ishte Damir Fazlić i Çesit. Këtë e kam dhe nga informacionet që kanë dalë në media, po sigurisht dhe nga burime personale, që ai ka qenë sekseri dhe konsulenti i kompanisë Çez për të fituar privatizimin e shpërndarjes në Shqipëri. Kreu i qeverisë Sali Berisha ka kujtuar drejtuesit të pushtetit vendor se planifikimi i territorit është shumë i rëndësishëm dhe kusht themelor për zhvillimin. Sipas tij, planifikimi i plotit territorit do të bënte të mundur edhe eliminimin e pabarazisë mes qytetarëve. Kryeministri Berisha ka kërkuar nga të zgjedhurit vendor të përfundojnë planifikimin e plot urbanistik të zonave të tyre. Duke folur në konferencën organizuar nga USAID, kryeministri Berisha, me praninë e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksandar Arvizu, tha se një planifikim i plotit territorit do të bënte të mundur edhe eliminimin e pabarazisë mes qytetarëve. Territorial planning reform is... Gjithë pranojmë se çuara përpara e reformës së planifikimit të territorit është e rëndësishme për Shqipërinë. Planet territorial janë thelbësor për nxitjen e zhvillimit rajonal, të cilat peshojnë kostot dhe përfitimet e zhvillimit ekonomik, degradimit mjedisor, përmirësimit shoqëror.
për të përkrahur zhvillimin e qëndrueshëm në Shqipëri. Gjithashtu dua t'i nxjis kryetarët e bashkive që të angazhohen më shumë në diskutimet se si të planifikojnë dhe administrojnë bashkitë e tyre. Gjithashtu nxjis qeverinë e Shqipërisë që të lejojë qeverive vendore më shumë autoritet dhe burime në mënyrë që të krijojnë dhe të zbatojnë planin. Për shkak të një dokumenti që quhet leje ndërtimi, e cila me praktikën e lëshimit të saj, pikërisht për shkak të mungesës së planifikimit tërësor të territorit, krijon këtë pabarazi të tmerrshme. Mos lejojmë, siç ndodhi këto 20 vite të shkuara, ku spontaniteti dominoi mbi rregullin. Ai ka theksuar se për të përfunduar planin urbanistik, vendore duhet të shpejtojnë nga studimet dhe planet pjesore, pasi sipasi ato janë gjeneratore të një pabarazie të madhe dhe të një deformimi të madh të hapësirës së qytetarëve. Fryma e Re Demokratike ka prezantuar strukturën e saj politike ku do të ketë 3 nënkryetar dhe sekretare në përgjithshëm. Kreu i Frymës së Re Demokratike, Bamir Topi, nuk u nguroi të shigjetonte dhe 2 lider, të Berishën dhe Ramën, si autorë të prishjes së demokracisë në vendin tonë. 2 partitë të mëdha në vend nuk po bëjnë asgjë për mirëqenien e qytetarëve dhe po keq përdorin pushtetin për qëllime politike të ditës. Kështu është shprehur kreu i Frymës së Re Demokratike Bamir Topi ndërsa ka prezantuar strukturën politike të FRD-s. Gazmendo Keda do të mbajë pozicionin e sekretarit përgjithshëm të Frymës së Re Demokratike. Zoti Daud Gumeni, së bashku me Aleksandrin dhe me Valbona Durin do të jenë 3 nënkryetarët e Frymës së Re Demokratike, e cila ka si mision politik kalimin e madh nga një shoqëri ish komuniste në një shoqëri të lirë, moderne dhe europiane. Zhvillimet e kohëve të fundit po nxjerrin në pa pellgun e thellë ku ndodhet politika shqiptare. Palë politike që vetëm akuzojnë dhe denigrojnë të tjerët, që refuzojnë dialogun dhe plotësimin e kritereve të integrimit, që keq përdorin apo projektojnë institucionet kushtetuese dhe publike për qëllimet politike të ditës, që nuk kanë respektin minimal ndaj votës qytetare dhe që kanë krijuar një politikë virtuale duke praktikisur hallet dhe problemet e shumta që kanë qytetarët shqiptarë. Institucione politike, të cilat në vend që të flasin në emër qytetarëve, janë shndërruar në firma private të drejtuesve të tyre, ndërkohë që BE-ja kërkon institucione funksionale. Topi shtoi mëtej se Shqipëria fal politikës së 2 partive të mëdha të vjetra ndodhet në një moment shumë të vështirë që ka të bëjë me marrjen e statusit të vendit kandidat, ku krerët e partive refuzojnë dialogun e shohin interesat personale, ndërsa demokracia duhet të ketë frymarrje tjetër. Në kuadër të verifikimeve të akuzave të së majtës për taksat në biznesin e vogël në kryeqytet, deputetet e Partisë Demokratike vijojnë të konsultohen me biznesmenet të vegjël, duke përgënjeshtruar deklaratat e Selis Ros për rënimin e biznesit për shkak të taksave. Në vazhdën e takimeve me biznesin e vogël, Partia Demokratike është ndalur këtë herë në zonën e komunës së Parisit. Deputeti demokrat Viktor Gumi, si dhe përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike kanë vizituar disa nga dyqanet e kësaj zone për të njohur nga afër me problematikat e këtij biznesi, si edhe me kërkesat e tyre. Në një deklaratë për mediat, Gumi tha se biznesi nuk kërkon heqjen e taksave, sekundër pretendon pala tjetër kundërshtare. Së pari, sikundër ndoqët, refuzuan idenë dhe nuk e besojnë as pak idenë e mospagesës së taksave. Çdo premtim i tillë ku pretendohet dhe anatemohet pagesa, që të mos kryhet pagesa e taksave, qoftë për biznesin e vogël, konsiderohet si e pabazueshme dhe njëkohësisht thjesht kriter elektoral për votat që vinë. Nga ana tjetër, dhe vetë sjellja e atyre që pretendojnë këtë mungesë taksash duket e pabesueshme. Kanë qenë në pushtet për 11 vjet, përpara vitit 2011, dhe ajo që prun nuk është shfrytëzimi i ligjit në të mirë të banorëve, por përkundrazi, rritja me 30% e ngarkesës tatimore për biznesin e vogël. Partia Demokratike, si kundër edhe Partia Socialiste, kanë zgjedhur takimet nga afër me biznesin në këtë fushatë elektorale, në një kohë kur biznesi po vuan pasojat të mëdha të krizës ekonomike.
Në Shqipëri mbi 60.000 pacient kurohen nga diabeti, sëmundje që në gjuhën mjekësore njihet si vrasës i heshtur. Specialistët deklarojnë se 10% e fëmijëve rezultojnë të prekur për shkak të ushqimit në kopshte dhe qerdhe. Vetëm në 2012 po trajtohen 60.000 pacient me diabet, 4.400 vetë më shumë se vitin e kaluar. Kjo statistik njihet zyrtarisht, por numri i të prekurve real është disa herë më i lartë. Përballë kësaj shifre alarmante, mjekët thonë se për fat të keq 50% e mbartësve të kësaj sëmundje ende nuk e dinë që janë me diabet, sepse nuk bëjnë diagnostikimin në kohë. Kjo edhe për shkak të simptomave të fshehura të kësaj sëmundje, ndërsa 87% të sëmurëve të diagnostikuar trajtohen me insulin. Por diabeti ka prekur në mas fëmijë dhe kjo edhe për shkak të kequshqyrjes në qerdhe e kopshte. Mjekja Luftime Bruka thotë se mbi 10% e fëmijëve riskojnë të jenë diabetik. Instituti i Sigurimeve dhe Kujdesi Shëndetësor trajton me barna të rimbursueshme 57.900 persona për shkak të rritjeve të numrit të prekurve. ISKSH së shpejti do të vendos një aparat të ri për matjen e diabetit. Mjekët kanë ofruar matje falas të diabetit për popullatën, duke i sensibilizuar qytetarët që të bëjnë më tepër kontrolle dhe analiza për diabetin për të trajtuar këtë sëmundje që ndryshe quhet si vrasësi i heshtur. Për 5 ditë, si çdo nëntor, lexuesi shqiptar ka mundësi të njihet me botimet shqiptare dhe të huaja në panairin e librit, eventi kulturor që këtë vit vjen me një premtim të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha për ndërtimin e një biblioteke të re në kryeqytet dhe eliminimin e çdo takse lokale për shitjen e librit. Ndërtimi i një biblioteke të re në kryeqytet dhe eliminimi i çdo takse lokale për shitjen e librit. Ky është një premtim i kryebashkiakut Lulzim Basha në konferencën e hapjes së panairit të librit në Tiranë, ku janë ekspozuar mbi 60.000 tituj ekzemplar, 1.500 prej të cilëve janë tituj të rinj. Bashkia e Tiranës së shpejti përfundon planin urbanistik. Dhe në këtë plan ne kemi vendosur 2 piketa shumë të rëndësishme në lidhje me botuesit dhe me librin. Së pari, ndërtimin e një biblioteke të re për kryeqytetin, eliminimin e çdo takse lokale në mënyrë të përhershme për shitjen e librit në Tiranë. Mund të themi me siguri që sot libri shqip radhitet në të njëjtin nivel përfaqësimi e cilësie me editoritë europiane botërore. Kryetari i shoqatës së botuesve Petri Tymeri tha se libri shqiptar tashmë është i një cilësie europiane. Ndërsa drejtori i bibliotekës kombëtare Aurel Plasari pozicionimin e tij në panair me një mini ekspozitë lidh me faktin që pavarësia e plot është në vitin 1913 dhe kështu 100 vjetori duhet të festohet në vitin 2013. I shtrirë në të treja katët e Pallatit të Kongreseve me një pjesëmarrje më të madhe se asnjë vit tjetër në këtë panair janë pjesëmarrës me stendat e tyre ambasadat Shteteve të Bashkuara të Amerikës, franceze, zvicerane, e Spanjës, Kuvendi i Shqipërisë, Arkivi i Shtetit e të tjera. Mblidhen në këtë jubile në Muzeun Historik Kombëtar të gjitha koleksionet e periudhave të ndryshme që lidhen me shtetin ton në titullin 100 vjet pavarësi. Kjo iniciativë nëpërmjet stemave, flamujve, publicistikës, pullave dhe monedhave ndërvite sjell pas kaq vitesh vlerat e kulturës së harruar të vendit. Një grup koleksionistësh shqiptar çelën mbrëmjen e së martës ekspozitën e flamujve të Shqipërisë në periudha të ndryshme të historisë së vendit. Pas një pune të gjatë 2 vjeçare, koleksionistët ekspozuan punimet e tyre, që nga pullat e para e deri tek pasuritë e tjera kombëtare të përkthyera në flamuj, foto, libra e dorëshkrimet të tjera. Koleksionisti Jovan Basho, duke u shprehur për Channel One, dau një pjesë të emocioneve për çeljen e këtij aktiviteti në prag të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Koleksionistët e Shqipërisë ka rreth 2 vjet që përgatiten për këtë ekspozitë, duke mbledhur materiale nga më interesantet sa i takon simboleve kombëtare dhe posaçërisht flamurit kombëtar shqiptar. Unë personalisht në këtë ekspozitë kam paraqitur një material sa i takon flamurit shqiptar në filatelinë amerikane. Historikisht dihet mirë që në vitin 1943 Shtetet e Bashkuara të Amerikës emetuan një seri me 13 pulla
njëra prej cilave ishte me flamurin shqiptar. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin edhe Ministri i Kulturës Aldo Bumçi si dhe Kryetarja e Kuvendit Josefina Topalli, të cilët shprehen konsideratat më të larta për këtë ekspozitë të pasur kombëtare. Është për të përgëzuar iniciativa e koleksionistëve, në mënyrë të veçantë e koleksionistëve të flamurëve, të përdorur në zona të ndryshme të truallit shqiptar dhe në periudha të ndryshme, përfshi edhe periudhat e 1905, ndoshta 1904 dhe pastaj në periudhat që vijojnë, e koleksionistëve që kanë mbledhur publicistike në këtyre 100 viteve, të revistave dhe të botimeve të ndryshme të kësaj periudhe në qytete dhe në krahina të ndryshme të truallit shqiptar, të koleksionistëve të pullave, por edhe të monellave të ndryshme. Janë realisht një pasuri kombëtare, jo për fondin që kanë, rrallë parë për shpirtin dhe pasionin e tyre. Janë një institucion shumë i rëndësishëm, gjatë gjithë tyre viteve, falë pasionin e tyre, kanë krijuar një fond të jashtëzakonshëm me vlera që na ndihmon ne për të krijuar një ide më të qartë, më me ngjyrat historisë sonë kombëtare. Kjo ekspozitë është vetëm fillimi një sër aktivitetesh me karakter historik e kulturor që vijnë në muajin kur Shqipëria feston 100 vitet e pavarësisë së saj kombëtare. Shtohen edhe më tej njohjet e shtetit të Kosovës. Kësaj radhe njohja vjen nga shteti Saint Kitts dhe Nevis, shtet ky që shtrihet në Karaibe. Qeveria e këtij vendi tashmë ka marrë vendim për ta njohur shtetin sovran dhe të pavarur të Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës thosë se kjo njohje i është komunikuar edhe Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj. Vendimi për njohjen nga qeveria e Saint Kittit dhe Nevis shumë shpejt do të bëhen publike pasi Ministria e Punëve të Jashtme të marrë notën verbale të njohjes. Krye diplomati kosovar Enver Hoxhaj disa herë ka vizituar vendin me një popullsi prej 53.000 banorësh, Saint Kitts dhe Nevis, ndërsa në New York ka takuar disa herë përfaqësuesit e këtij shteti. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka kishim përgatitur për edicionin qendror informativ në Channel One, ndërkohë ju kujtoj se transmetimet tona ju do të keni mundësi të ndiqni live duke klikuar në çdo kohë në website-in tonë zyrtar në internet channelviz1.al. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshi.